Në një intervistë për revistën javore zviceriane, World Watch, presidenti serb Aleksandar Vučić ka folur për ato që i quan pasojat të presidentit Kosovës pra më saktë bombardimi i Jugosllavisë në NATO 1999. Çfarë na bën neve? Ata e shohin tani në Ukrainë se edhe rusët po përdorin të njëjtën narrativ. Unë do bëja të njëjtën gjë nëse do të isha në vendin e tyre. Nuk është mirë për ne, por është për ta. Dhe çfarë përgjigje do të mund t'u japin atyre që bombardimi i Serbisë ishte legal? Nuk ishte dhe ata e dinë dhe kur duhet të thonë diçka, ata thonë po mirë, ne shmangëm një fatkeqësi të madhe humanitare në Kosovë, njësoj si fjali e rusëve në Donetsk dhe Lugansk. A tha më tej presidenti serb, sipas tij ndërhyrja e NATO-s në 99-ën, për cilën Vučić thotë se ishte kundër Serbisë dhe jo Jugosllavisë, ka krijuar atë që njihet si presidenti i Kosovës, që do të thotë sa herë fuqitë e mëdha duan mund të ndajë një shtet sovran. Çastja vetëm në këtë mënyrë ndaj Kosovës dhe çështjes së saj, që është më e vjetër se sa ndërhyrja e vitit 99, reflekton një paradigmë të pakalueshme në psikologjinë e serbëve. Ai se edhe si një njeri nga Koshtunica, ish presidenti i parë pas Renesit Miloševićit, tingëllon më realist. Në intervistë të tjera ai u shpreh se çështja e Kosovës ishte çështje përfaqësimi dhe kjo mungesë përfaqësimi solli atë rebelim që solli.